Pesë ankesa janë bërë në KSZ për procesin e votimit në komunën e Qashkës. Prej tyre 4 janë dorëzuar nga VMRO DPMN, 2 në jabullqisht të epërme dhe 1 në jabullqisht të poshtme. Një ankesë në fshatin Mellnic, ku për të njëjtën është ankuar edhe LSDM. Ankesat në procesin e votimit janë bërë për pajisjet biometrike, edhe pse secili votues ka qenë në listën e printuar të votimit. Kandidati AKI Suat Shaqiri, i cili ka fituar garën që në rrethin e parë, ka shumë dyshime që këto ankesa janë bërë në baza etnike. Shaqiri tha për televizionin 21 se gjatë procesit të votimit nuk ka pasur asnjë ankesë nga anëtarët e komisioneve komunale zgjedhore e as nga vëzhguesit e OSBE o Dirit. Sigurisht që po, pasi që doli e vërteta në sipërfaqe, kjo përkëshuti, të gjithë vendbanimet tjera që gravitojnë maqedonasit, që nga të pa kontestuar, që nga gjithçka në rregull dhe vetëm vendbanime shqiptare u pas ka malverzuar procesin. Kjo është një gënjeshtër e kulluar, një malverzim institucional, prandaj dhe apeloj tek të gjithë organet kompetente, tek organet më të larta, tek përfaqësues politik, tek anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor, që kjo punë dhe ky rast të jetë me një rast shumë të veçantë të vëzhgimit të situatës. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot pa detaje rreth kësaj. Mbledhje ka nesër, ku do të diskutohet edhe Qashka, ndërsa për sot thanë se deri në ora 15 e janë parashtruar 17 ankesa për procedurën e votimit të 19 tetorit dhe 28 ankesa për vërtetimin e rezultateve në disa komuna. Deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor janë dorëzuar gjithsej 17 kundërshtime për procedurën e votimit për vendvotime në komunat e Dollënit, Butelit, Vinicës, Qashkës, Bogorodicës, Krivogashtanit, derisa për procedurën për përmbledhjen dhe vërtetimin e rezultateve, deri tani janë dorëzuar 28 kundërshtime për komunat Shutorizar, Bosillov, Prilep, Gazibab, Qashk, Aerodrom, Dollën, Haraqin, Butel, Gostivar, Krivogashtan dhe Bogdanci. Afati për parashtrimin e ankesave nga partitë politike, koalicionet dhe kandidatët e pavarur skaton deri sonte në ora 22. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet që të jetën të mbajë seancën për shqyrtimin e kundërshtimeve, vendime të cilat nesër do të bëhen të ditura edhe për opinionin.